Mirë po kur është kthy në tokë, ka hangër rëshim zbashku në sofrën e tij. Edhe ka nejt bashkë me nevojtarin. Edhe i ka harnu rrobat e veta. Edhe i ka mbjell delet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson që personaliteti i besimtarit do të më kanë i atill, saqë me tjerë do të më kanë i mëshirshëm. Na shumë e kemi gojën e ëmbël kur flasim për pejgamberin alayhis salam e kur flasim për sunetin e tij. Mirë po kur të flasim me tjerë, mirë po kur kemi të bëjmë me tjerë në raste që vetë pejgamberi sa u xhin në raste të tilla, sa pasojnë sunetin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar se besimtari sado që më kanë i lartë edhe për ka dituria, edhe për ka devotshmëria, edhe për ka dunjallaku, nuk e ngrit hunën mbi rob të Zotit edhe nuk i nënçmon tjerë. Përkundrazi është i afërt, shembulli më i mirë e kemi vetë pejgamberin alayhis salam, ka qenë në Isradën Mi'raj. Kamba ti ka shkel mbi arshin e Zotit. Atje ka qenë. Thot i kam dëgju duke u shkru leuhi mahfudhi me vesh të mi. Mirë po kur është kthy në tokë, ka hangër rëshim zbashku në sofrën e tij. Edhe ka nejt bashkë me nevojtarin. Edhe i ka harnu rrobat e veta. Edhe i ka mbjell delet e veta. Që kjo është kulmi i devotshmërisë edhe kulmi i modestisë që do të me pat një besimtar.